shkolla që janë dhe menaxher të tyre kanë mundësi dhe do të kenë. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro njoftoi se në vazhdim të ndryshimeve ligjore, vendimi i ri i Këshillit të Ministrave mbështet zgjatjen e kohës së qëndrimit në shkollë, që kombinon programin e detyrueshëm me aktivitetet në kuadër të programit passhkolle. Së kaq, lista e bashkëpunimit me mësues do të zgjerohet edhe më shumë. Ishte e parashikuar 5 dhe kemi mbritur në 10, dhe jo vetëm kaq, por e hapim listën e bashkëpunëtorëve për mësues që janë pension, por janë aktiv dhe kanë dëshirë të jenë pjesë e këtij programi, për specialistë të ndryshëm të arteve, të muzikës. Ministria ka vënë në dispozicion dhe një shumë parash që shkon diku ke 500 milion lek për mësuesit, për shpërblimet e atyre që punojnë jashtë orarit, por edhe për mjetet e nevojshme për t'i bërë të gjitha këto. Me qëllim që viti i ardhshëm shkollor në shtator të jetë me një organizim më të mirë, me paga më të mira, me shpërblime më të mira dhe me një kalendar më të mirë të aktivitetit pas shkolle. Pak ditë më parë, në një konferencë për media, Ministri i Arsimit deklaroi se studimi në terren për shkollat nëntëvjeçare, ku pritet të aplikohet programi pilot pas shkolla me ushqim, ka përfunduar, ndërsa sfidë për zbatimin mbetet infrastruktura.